Konsensusi politik për kalimin e ligjeve në parlament u theksua si nevojë nga opozita për procesin e integrimit. Në mbledhjen e këtij komisioni, ishte vetë kryetare opozitare Jorida Tabaku, ajo që theksoi se mazhoranca nuk mund të vendosë me forcën e kartonit për çdo ligj. Ne nuk mund sillemi si evropian Bruksel e të sillemi si shqiptar këtu në Shqipëri. Nëse themi që ky proces është proces kombëtar dhe është një proces që ka vullnetin politik të qeverisë shqiptare, duhet patjetër që të na shoqërojë në çdo vendimarrje tonën. Të njëjtën linjë mbajti dhe demokrati Krishnik Çollaku, i cili theksoi se pa patur dakordsi mes partive në kuvend, Brukseli nuk do t'i hap dyert për Shqipërinë. Por është e pandershme të paraqesesh këtë proces si një proces tuaj, të qeverisë, projekti i Ramës. Nuk do të ishte ky suksesi i Ramës pa votat e konsensusit të opozitës. Dhe ju e dini këtë gjë. Nga ana e tyre, socialistët u shprehën se çdo ndryshim është bërë për të mirën e qytetarëve. Madje mbështetjen e tregoi vota në 11 maj. Kështu që nuk ka asgjë perfekte. Aq më pak ishte perfekt kodi zgjedhor që patëm. Por kjo nuk e ndaloi qytetarin shqiptar dhe atë të diasporës të votonte në mënyrë të si mbase rrallë herë ose si asnjëherë tjetër dhe të jepte mbështetjen kësaj force politike që drejton sot dhe që ka sjell përfaqësuesit sot për të na thënë dy fjalë më shumë për grup kapituin që po diskutojmë. Në komision pritej që të diskutojë pozicioni negociues për grupimin e 4 të kapitujve, agenda e gjelbër dhe konektiviteti i qëndrueshëm, por për shkak të kërkesës së ministres Majlinda Dhuka, mbledhja u zhvillua me dyert të mbyllura.